Përshëndetje miq, mirë se erdhët në Baçja Magjike. Nëse keni dhënë re se gjethet e bimëve po zverdhen, po bien ose bima nuk po zhvillohet si më parë, shkaku mund të mos jetë mungesa e ujit apo e plehut. Shumë shpesh fajtor janë dy dëmtues të vegjël, pambukoria dhe insekti me mburoj. Le të fillojmë me pambukoren. Ajo duket si copa të vogla pambuku të bardhë dhe zakonisht fshihet në nyjet e degëve pranë kërcellit ose poshtë gjetheve. Edhe pse e vogël, ajo ushqehet me lëngjet e bimës dhe dobëson gradualisht. Gjethet fillojnë të zverdhen, rritja ngadalësohet dhe nëse nuk merren masa, bima mund të dëmtohet rënd deri në tharje. Dëmtuesi i dytë është insekti me mburoj. Ai ka një mbulesë të fortë, ngjyrë kafe ose bezh dhe ngjitet fort në degë ose në gjethe. Shumë njerëz nuk e dallojnë dot sepse duket sikur është pjesë e bimës. Edhe ky ushqehet me lëngjet e saj dhe e dobëson dita ditës. Një shenjë tjetër e pranisë së këtyre dëmtuesve është lëngu ngjitës që lën mbi gjethe. Ky lëng tërheq milingonat dhe mund të favorizojë zhvillimin e mykut të zi, duke e bërë edhe më të vështirë zhvillimin normal të bimës. Prandaj ju këshilloj të kontrolloni bimët rregullisht, sidomos pjesën e poshtme të gjetheve dhe nyjet e degëve. Zbulimi i hershëm është mënyra më e mirë për të mbrojtur bimët dhe për të parandaluar përhapjen e dëmtuesve. Si do ta luftojmë? Në radhë të parë duhet të bëjmë një trajtim. Nëse është përhapur në shumë bimë, duhet të bëjmë një trajtim me preparate kimike. Nëse kemi vetëm pak bimë, gjëja e parë që duhet të bëni është të izoloni bimën e infektuar, sepse ajo është epidemi dhe përhapet në të gjitha bimët. Pastaj merrni një pambuk të lagur me alkool 70 gradë dhe pastrojeni kërcellin e bimës aty ku është i vendosur insekti. Me një gërshër hiqni degët e thata dhe gjethet e thata të bimës, të cilat janë të infektuara me vezët e insektit, futini në një qese plastike dhe çoni tek mbeturinat, mos i hidhni te komposti. Duke i hedhur te komposti, ju do të infektoni dhe plehun që do të përdorni për vitin e ardhshëm. Nëse këto dy insekte janë përhapur shumë në bimët tuaja, mund të drejtoheni në farmacitë bujqësore dhe të merrni vajin nim, i cili i ndihmon për pastrimin e bimëve. Gjithashtu mund të pastroni me një pambuk me vaj ose pambukun me alkool siç e kam përdorur unë. Nga përvoja ime, pastrimi me pambuk me alkool ka rezultuar të jetë efektiv, pasi bimën që kishte prekur shumë pambukoria e pastrova dhe tani nuk ka më insekt. Gjithashtu, lëngu ngjitës që lëshojnë këto dy insekte tërheq milingonat, edhe milingonat dëmtojnë bimën seriozisht duke krijuar mykun e zi. Pra, duhet të kemi parasysh, nëse afër vazave të bimëve shohim milingona, duhet ta kontrollojmë bimën me kujdes. Nëse e identifikoni bimën e sëmurë sa më shpejt, aq më e lehtë është për ta luftuar. Sa më vonë të identifikohet, aq më e vështirë është për ta shëruar bimën. Prandaj ju këshilloj të kontrolloni bimët rregullisht, sidomos pjesën e poshtme të gjetheve dhe nyjet e degëve. Zbulimi i hershëm është mënyra më e mirë për të mbrojtur bimët dhe për të parandaluar përhapjen e dëmtuesve. Nëse kjo video ju ndihmon, mos harroni ta pëlqeni, të abonoheni në kanalin Baçja Magjike dhe ta ndani me të gjithë ata që i duan bimët dhe kopshtarinë. Faleminderit që më ndiqni dhe mos harroni të shtypni butonin zile për të mos humbur videot e radhës.